Vëllezër të nderuar, xhamatlit të pranishëm. Jemi të vetëdijshëm këta ditë të fundit ku Allahu Azza wa Jall disa prej njerëzve i sprovoi me shi të madh me bëjllëk, ku ishte në disa vende rreth fshi që ishin të përfshim nga disa vërshime. Allahu Azza wa Jall me shiu na tregon se shiu bardh, mëshirë dhe jetë, po njëtën kohë ndonjëherë shiu bëhet sprov dhe bëhet vështirësi dhe sprov dhe dënim për njerëzit me qëllim që t'i paralajmërojnë Allahu Azza wa Jall që të kthehen tek Allahu Azza wa Jall, dhe se ki kosmos dhe kjo natyrë është në dorën e Allahut Azza wa Jall dhe ajo lëviz me urdhin e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa anzalna minas samai ma'an", ne kemi zbrit ujë nga qielli. Afala yu'minun, a nuk po besojnë në Allahun Azza wa Jall. Pastaj në ajet tjetër thot Allahu Azza wa Jall: "Wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan fa idha anzalna 'alayha al-ma' ihtazzat wa rabat inna alladhi ahyaha la muhyi al-mauta innahu ala kulli shay'in qadir." Thot Allahu Azza wa Jall, prej argumenteve tona, prej ajeteve tona, thot është zbritja e shiut në tokë, pasi që toka të jetë e shkret, e Allahu Azza wa Jall thot ne e gjallërojna dhe e shtojna bereqetin në tokë dhe e ringjall në tokën pasi që ishte shkretir dhe e vdekur, dhe kështu thot Allahu Azza wa Jall ne e bëjmë ringjalljen dhe kthimi është tek Allahu Azza wa Jall dhe Allahu Subhanahu wa Taala është i mundshëm për çdo gjë. Vëllezër të nderuar, shiu e cila shpesh herë njerëzit mendojnë që është mëshirë, mirë po shumë pak mendojnë dhe logjikojnë, vallë, a jemi ne për mëshirën e Allahut Azza wa Jall, apo jemi për një sprov që e kemi liruar rrugën e Allahut Subhanahu wa Taala? Është për hapur në mesin ton me të madhe dhe shohim në për media duke luftuar fenë e Allahut, duke luftuar Islamin, duke fyer Muhammedin alayhi salatu wassalam, duke i fyer të gjithë ritualet fetare nga ata bit e muslimanëve që kanë qenë, të cilët janë dalë nga feja Allahut dhe hap tazi në për media e shojnë fejnë Allahut Azza wa Jall. Dhe ka prej tyre që bëjnë hajgare me dinin Allahut Subhanahu wa Taala. Dhe në mesin e besimtarve janë shtu dëkurit shumë negative dhe shumë gjunahe dhe mëkate. Prej tyre që është përhapur me të madhe puna e kamatës, që njëna është ndër luftat më të mdoja që eventualisht mund t'i shpall robi Allahut Azza wa Jall. Allahu Subhanahu wa Taala po thot ato që hajnë kamatën, dijeni se i kanë shpall luftë Allahut dhe i kanë shpall luftë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe shiu, vëllezër të nderuar, është mëshirë, është rahmet, është dhunti, është dhurat nga ana e Allahut Azza wa Jall. Mirë po kur njerëzit shfrenohen, atëherë shndrohet në paralajmërim, shndrohet në dënim, shndrohet në sprov, në mënyrë që të kthehen tek Allahu Azza wa Jall. Dhe dëmët e shumta, dhe shohim se kjo për një çast shumë i shkurt, ndoshta disa orë të pakta janë bërë këta vërshime, e paramendoje të kishte vazhduar kjo dhe të jetë një javë apo një muaj, çka kishte ndodhur me tokën. Për ata Allahu Azza wa Jall kur e tregon për kohën e Nuhut alayhis salam, thot kur ra shiu, atë shumë u bë një vërshim e madhe, derisa valët e detit i arritën skajet e kodrave dhe lundron të anija mbi kodra dhe mbi sipërfaqen e tokës, lundron të mbi ata valët e mdhoje sikur sa ata të jenë kodra. Dhe me këtë na tregon Allahu Azza wa Jall që të kthehemi në pendim tek Allahu Subhanahu wa Taala, të kthehemi në istighfar për gjunahe dhe mëkatet. E shohim është përndo zinaja me të madhe, është përndo dukurit negative të drogave të ndryshme. Çdo njeri është bën normal që të bëhet zina, normal që të konsumohet të gjitha narkotikat dhe të gjitha dhe alkoholin duke përfshime të madhe dhe birat në të,
shohim se janë përhap të gjitha mëkatët që urejnë Allahu Azza wa Jall ndër rishfetët e shumta në majsin ton, dhe shpesh habitemi ndonjëherë pse na vin këta të këqija, sepse ne nuk e kemi kontrolluar vetin ton. E Allahu Azza wa Jall po na tregon wa nabluukum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Thot Allahu Azza wa Jall, ne juve ju sprovojna ndonjëherë me mirësi, me bëjllëk, e ndonjëherë ju sprovojna me vështirësi, me qëllim që të ktheheni tek Allahu Azza wa Jall. Jo çdo herë shiu dhe vërshima është dënim. Ndonjëherë vërshima është paralajmërim dhe është sprovë që ti të kthehesh tek Allahu Azza wa Jall dhe mos jesh nga ata që janë shkatruar më herët nga vërshime dhe nga dënimet e ndryshme. Dhe besimtari duhet të jetë vigjilent, duhet që të merr mësim dhe të kthehet. Pse? Sepse tha pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e pyetën: "O i dërguari i Allahut, e nuhlike wa fina salihun?" A do të na shkatron Allahu kurse në mesin ton ka njerëzit mirë? Fa nam idha kathura al-khabath, fa po e shkatron Allahu nëse përhapët e keqa më shumë se e mira. Nëse të këqit përhapën më shumë se të mirët, atëherë do t'i kap sprova dhe do t'i kap një pjesë e dënimit, dhe ata besimtar dhe ata njerëzit e mirë të drejtë për shkak të mëkateve të mëdha të cilët i bëjnë njerëz të cilët janë gabimtar, mëkatar, të cilët e luftojnë fejnë Allahut Azza wa Jall dhe janë përballafaqur me muslimanët, me fetarët, dhe kështu ndodhen. Ndonjëherë neve është që të na përkujton Allahu Azza wa Jall se ndonjëherë Allahu subhanahu wa taala e çon një vërshim të vogël, po ndoshta e çon edhe një tërmet më të madh, po ndoshta e ke edhe pandemia tjetër, e këto janë argumentet e Allahut. Na tregon Allahu Azza wa Jall që të marrim mësim nga këto dukuri, nga këto fenomene të cilat i shohim ne në këtë kosmos, në këtë sipërfaqe të tokës. Po vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall thot: "Wa antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun?" Thot Allahu Azza wa Jall, a ju e keni zbrit këtë shiun nga rek, apo ne e kemi zbrit shiun në tokë që ju të furnizoheni me këtë ujë? E na tregon Allahu Azza wa Jall, thot: "E fara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun?" Thot Allahu Azza wa Jall, ne kemi zbrit këtë shiun dhe e keni pa ujin që e pini. Ki ujë është mirësi e madhe Allahut, që njeriu më tepër në trupin e tij ka ujë se sa ka mish dhe sa ka eshtra dhe lëkurë. Kështu edhe është sipërfaqja e tokës, më tepër ka ujë sa ka tokë. Me na tregu Allahu Azza wa Jall se uji është një dhunti aq e madhe Allahut Azza wa Jall, dhe duhet t'ja dim vlerën dhe duhet të bëjmë dua dhe lutje që Allahu Azza wa Jall të na shton mëshirën dhe të na mbron nga dënimi. Kur e shoh ke pejgamberi alayhi salatu wasalam i shifte rrejt dhe thonte: "Allahumma nes'aluka min khayriha wa khayri ma ursilat bi wa na'udhu bika min sharriha wa sharri ma ursilat bi." Bënte dua kur i shifte rrejt, thonte: "O Allah, na jep mirësi dhe mirësia të cilët e bartin këta rrejt dhe na mbro nga e keqja dhe doni që e bartin këta rrejt." Dhe kur binte shi, thonte: "Allahumma sayyiban nafian", o Zot, lëshoje këtë shi të bereqetshëm, la adhabin wala gharak, mos tjetë kjo dënim dhe mos tjetë kjo fundose dhe vërshim për neve. Ne lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala t'i ndihmon muslimanëve, ative të cilët janë dëmtuar, t'ja u kthen me pozitivitet, t'ja u kthen me bereqet, dhe të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të bëjmë lutje, dua, të bëjmë pendim, të bëjmë istighfar tek Allahu Azza wa Jall. Ta lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mbron nga sprovat, nga telashet, nga çdo gjë e cila mund që t'i godet besimtarët, sepse duaja pranon për njëri tjetrin. Kjo është një përkujtim, ta përkujtojmë vetin ton, të lutemi dhe të bëhemi besimtar më të mirë dhe të lutemi çdo njeri për vllahun e vet. Allahumma amin.